Në prag të nisjes së sezonit të ri turistik, prefekti i qarku Dibër Nexhbedin Shehu thirrën një takim të gjithë anëtarët të Komitetit Rajonal të Turizmit që përbohen nga përfaqësues të shumë institucioneve, si po shteti vendor, policia e shtetit, shëndetësia e të tjerë. Prefekti Shehu tha se u lanë detyra konkrete për të gjithë institucionet që të kenë një sezon të mbar turistik dhe të funksionojë institucion gjatë gjithë periudhës në mënyrë që të ketë më shumë rritje të vizitorëve në të gjithë qarkun Dibër. Sot kishim takimin e Komitetit Rajonal të Turizmit me përfaqësues të bashkive dhe gjithë drejtorive që kanë detyra për mbarvajtjen e turizmit në vitin 2026. Ne diskutuam për planin e masave që kemi përgatitur dhe që po përgatisin gjitha njësitë vendore të pushtetit, por edhe drejtorit përkatëse për t'i paraprirë një sezoni të suksesshëm. Vitin e kaluar kemi pas një sezon të mirë turistik, presim më shumë turist këtë vit, edhe po bëhemi gati me qenë se është fillim viti të marrim masa në të gjitha drejtimet, si në pikpamjet të infrastrukturës, të rujtjes së jetës njerëzve, etj, ju të jetë pjesë e mbledhjes, para bëm një analizë, por edhe diskutuam për problemet, masat konkrete që ka çdo secili për paraprirje sezonit turistik. Komiteti i Turizmit është një strukturë e ngritur vitet e fundit dhe trajtohet nga prefekti në të gjitha qarqet. Qëllimi i kësaj strukture është të mbajë aktive institucionet gjatë periudhës së sezonit turistik, në mënyrë që të gjithë ata që zgjidhin të vizitojnë vendin tonë të jenë të sigurt dhe të marrin të gjitha shërbimet e nevojshme.